Kështu po e sfidon cilësinë e asfaltit që ushtrua para pak muajve në magjistralen Gjelan Perizaj. Në fakt, përveç se ushtrua edhe në trotuar, asfalti si pjesë e projektit të Ministrisë së Infrastrukturës ka filluar të dëmtohet rënd edhe në pjesë të tjera. Unë nuk mendoj që ka pasur një punim të mirë këtu. Në Livoq të vogël paralemroi masa nëse nuk ndërhyjet sa më shpejt. Masa mi bloku, mes milion edhe me punu. A jeni të konsideruar? Po, kjo ka me ndollë. Nëse një afat ma të shkurt nuk vinë me rregullu edhe ato që duhet. Në një inspektim fare thjeshtu tek pjesa asfaltit të shtruar, tek pjesa e qarë vret se trashësia e tij nuk është më e lartë se sa 3 cm e gjysmë. Me situatën tani është i informuar edhe zëvendës Ministri i Infrastrukturës Hysen Durmishi. A keni kompetencë po mënejmë nashta me urdhëru kompaninë që me rishtru ose me rimbikëqyr edhe herë pjesën të cilën është punu deri tash? Që po, nuk asë një pozicion kompanisë nuk i pranohet, nuk i kryet asë një pakesë pa u konfirmu aspekti i drejtësisë. Sidoqoftë punimet në këtë rrugë po kritikohen edhe nga institucionet lokale. Vazhdimisht intervenohet në të, asfaltohet, heqet asfalti, vendoset tjetri, prishet, asfaltohet, hapën gropat, dhe është një rrugë e cila është bë kohëve të fundit. Do thotë qyteti i Gjelanit ka 2-3 vjet që merret vazhdimisht me këtë rrugë. Sipas banorëve të zonës, por edhe sipas disa videove të cilat i posedon ATV, asfalti në këtë pjesë është shtruar rreth muajve nëntor-dhjetor të vitit 2024, pak javë para datës së zgjedhjeve parlamentare.